Në një postim të tij në Facebook, artisti Çun Lajçi është drejtuar Vjosa Osmanit pas rikthimit të saj në Lidhjen Demokratike të Kosovës. Ai shpreh diabitur me veprimet e Osmanit, duke shkruar se nuk më ka shkuar mendja se i ke ambicjet kaq të zeza, kaq të kalbura, inatçore, me hujnë e një kali për fre. Artisti tutje shkruan se bër hir të Kurtit që të mori, përdore të nxori në skem, kur LDK-ja ta dha shelmin e ta mbylli derën e Kurti me plot hirësinë, tha, kjo është mbretnesha presidente, shkruan ai. Më tutje, Lajçi i drejtohet Osmanit duke i thënë se i ka humbë qytetarët, që e votuan dhe tashmë ka bërë të qartë se ka luftuar për pushtet dhe jo për shtetin. Moke mos u idhno, nuk dua me të dhënë hapësinë që egoja jote me marrë dhe më shumë hovë për inatit që nuk munde me e marrë me vete edhe koltukun e presidentes bashkë me këshilltarët e tua, por deshta me të pyet, a mos ishe ti kali e Trojës që zbarkoi para 5 vitesh, e prej barkut ati kali zbriti një lum njerëzish në oborin e Kurtit, sepse shumë herë i kam shkruar, pastroi oborin për i lumit e njerëzve me ambicje të kalbuna, a mos je tash po ai kal Troje që e futi prap në barkun e drunit atë lum njerëzish dhe u kthye atje prej nga erdhi. Për këtë deshta me të pyet dhe deshta me të kallëzue se romani im Bastard do të fillon me ty e pikërisht pse me ty fillon. Në Stuttgart njerëzit e LDK-s kanë kërkuar me djeg, sepse të kanë mbështet pa rezervë, se ishe e zonja me dredh dhe me shdredh punët për mbar, por se disha që etja për pushtet që nga kaq e madhe, nuk më ka shkuar mendja se ke ambicje kaq të zeza, kaq të kalbuna inatçore, me hujnë e një kali pa fre. Bane mirë që kalin e Trojës më në fund e ktheve aty ku u ndërtuar prej disa mjeshtërve çollak, e aq më mirë që ja fshin e oborin Kurtit, madje bërllogun që e plunoi para 5 vitesh, nuk e lë në sokak, por e more me vete, tu e përkund dhe tu e i kënduan i nulla. E shihni sa mirë di me shkrue, kur krundet dalin në krye të ujit, kur vlojnë qumshtëja prej gufimit, shkumbët e bardha ja shojnë zjarin, edhe ti moke ma shuajt e krejt mirësinë e dashunin që e pata për ty. Kuptohet për hir të Kurtit që të mori për dore e të nxori në sken, kur LDK-ja ta dha shelmin e ta mbylli derën, e Kurti me plot hirësinë tha, kjo është mbretnesha presidente, e shihni, unë s'muj me ju rejt, jam ai që kam shkruar në superlativ për Mokën, por Mokja e pështyni gjinin e vet para 5 vitesh, e tash u kthye të pështyma e saj, sepse ambicia e së mul për presidencën mori flak, e unë se dija që ajo dashnin e paska pas për pushtetin, e luksin që sjell ai, motër i humbe ata që të votuan, ma vjen keq për ty, tani lirisht nisja e shaj e dorën që të ngriti, e të uli në presidencë, dhe foli zi e ma zi për binin, se tani të gjithë e dim se ju të luftue për pushtet, jo për shtet, dhe më e keqe është se humbe fytyrën në një shqiptare që nuk tradhton për koltuk e për luks, por nejse.